është 15 vjetori i Fondacionit Albis. Është një moment shumë i rëndësishëm për neve, një moment reflektimi se si kemi kaluar gjithë këtë rrugtim, 15 vjetë, dhe gjithashtu është një moment ku ne bëjmë planifikimin për të ardhmen se si Fondacioni mund të shërbejë shoqërisë me programet e veta në formën më të mirë të mundshme. Realisht Fondacioni ashtu edhe emrin e zgjatër e ka Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës dhe pikërisht aktivitetet tona bëhen në kuadër të kësaj parametre. Mendojmë që arsimi dhe kultura janë elemente të rëndësishme të shoqërisë dhe prandaj jemi këtu sot në mbrëmjen e 15 vjetorit ku edhe do ndajmë bursa gjeneratën e 15 të bursëve. Kjo ka të bëjë me mendësinë që Fondacioni Albis e zhvillon. Realisht ne mendojmë që jo vetëm grave, por gjithë stresave të ndryshme të shoqërisë duhet t'i jepën mundësi, t'i krijojnë ato mundësi që ata ta ushtrojnë profesionin e vet dhe të kenë mundësi të aftësohen profesionalisht dhe të ndihmohen që ata të jenë të pavarur prej pjesës tjetër të shoqërisë. Realisht është puna ajo për cilën ne flet për punën e Albisit, për mbështetjen e kompanive donatore që kemi neve, që mbështesin programet e tona dhe gjithashtu mendojmë që është një formë e zhvillimit të përgjegjësisë shoqërore korporative, që këto kompani e bëjnë nëpërmjet fondacionit për të krijuar kushte më të mira për studentët, për nxënësit, për punëtorët shëndetësor në një farë forme që ata të kenë mundësi me dinitet dhe për kushtim ta ushtrojnë profesionin e tyre. Për neve është moment shumë i rëndësishëm, t'i falenderojmë ata të cilët na mbështesen, t'i falenderojmë gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e këtij rrugtimit tonë deri tani, edhe gjithashtu të reflektojmë dhe të takohemi me miq që gjatë vitin ndoshta bëjmë punë dhe aktivitete të ndryshme. Sot kemi mundësi që këmbejmë informacione, që këmbejmë dhe një fjalë jashtë asaj pjesës punës.